Nëse kjo video u shfaq para teje pikërisht tani, ndalo për një moment, sepse jo çdo gjë ndodh rastësisht. Ndoshta ke kohë që mban brenda një peshë që askush nuk e sheh. Ndoshta buzëqesh jashtë, por brenda po lodhesh. Dhe pikërisht kur mendon se askush nuk e kupton çfarë po kalon, fillojnë të shfaqen disa shenja. Shenja të vogla, të heshtura, por të fuqishme. Po sikur ato të mos jenë thjesht rastësi. Po sikur Zoti të jetë duke të dërguar një mesazh. Qëndro deri në fund, sepse shenja e fundit është ajo që shumica e njerëzve e injorojnë, dhe pikërisht ajo mund të ndryshojë mënyrën si e sheh këtë moment të jetës tënde. Le t'i zbulojmë së bashku këto shenja, dhe pse po shfaqen pikërisht tani. Nëse kjo video u shfaq para teje pikërisht tani, ndalo për disa sekonda. Mos e kaloni, mos e shty për më vonë. Sepse ka momente në jetë kur diçka të gjen në kohën e saktë. Ndoshta ke kërkuar një shenjë, ndoshta ke bërë një lutje në heshtje, ose ndoshta je lodhur duke pritur një përgjigje. Dhe megjithatë, kjo video u shfaq. Jo sepse algoritmi vendosi, por se ca koha është e duhur. Zoti nuk ka nevojë për zhurmë për të arritur. Ai përdor momente të thjeshta për mesazhe të mëdha. Dhe ndoshta kjo është një prej tyre. Në pjesën tjetër do të zbulojmë shenjën e parë që tregon se ky mesazh është pikërisht për ty. A ke ngjerë kohët e fundit sikur diçka po lëviz brenda teje? Jo jashtë, brenda. Një ndjesi e çuditshme, si pritje, si paralajmërim, si ndryshim që po afrohet. Asgjë konkrete nuk ka ndodhur, por shpirti yt e di se diçka nuk është më si më parë. Kjo është shenja e parë. Kur Zoti po përgatit një mesazh, ai fillon duke zgjuar ndjeshmërinë tënde. Sepse para se ta dëgjosh me mendje, duhet ta ndihesh me shpirt. Dhe nëse kjo ndjenjë është rritur kohët e fundit, mos e injoro. Është mënyra si fillon komunikimi. Në pjesën tjetër do të flasim për një shenjë që shumë njerëz e përjetojnë, por e kuptojnë shumë vonë. Pa pritur, disa gjëra ndalojnë së funksionuari. Plane që duken perfekte, dështojnë. Njerëz që mendove se do të qëndronin, largohen. Dyert që prisje të hapeshin, mbyllen. Dhe reagimi i parë është zhgënjimi. Pse po më ndodh kjo? Por ja e vërteta që shumë nuk e kuptajnë. Jo çdo derë që mbyllet është humbje. Disa janë mbrojtje. Kur Zoti ka një drejtim tjetër për ty, ai nuk lejon që të ecësh gjatë në rrugën e gabuar. Ai mbyll atë që do të dëmtonte më vonë. Dhe shpesh, ne e kuptojmë vetëm pas kohe. Nëse kohët e fundit ke parë gjëra të shemben rreth teje, mos nxito ta quash fat të keq. Mund të jetë riorientim hynor. Në pjesën tjetër do të zbulojmë një shenjë edhe më personale, një ndryshim që ndodh brenda teje. Ka diçka që po ndryshon brenda teje. Gjërat që dikur të emociononin nuk kanë më të njëjtin efekt. Bisedat sipërfaqësore të lodhin. Zhurma e botës të duket më e rëndë. Po bëhesh më i vetëdijshëm, më selektiv, më i thellë. Dhe ndoshta kjo të ka bërë të ndihesh i vetmuar. Por ky është një nivelim shpirtëror. Kur Zoti po përgatit një mesazh të madh për ty, ai fillon duke ngritur frekuencën tënde të brendshme, sepse nuk mund të marrësh një drejtim të ri me mendësinë e vjetër. Ky ndryshim nuk është humbje identiteti, është evolucion. Dhe nëse po ndihesh ndryshe, është sepse po bëhesh gati. Në pjesën tjetër do të flasim për një shenjë që lidhet me kohën dhe momentet e përsëritura që nuk janë rastësi. A vën re diçka që po përsëritet? Një numër që shfaqet vazhdimisht. Një fjali që e dëgjon nga njerëz të ndryshëm, një temë që rikthehet në jetën tënde pa pushim. Në fillim duket rastësi, pastaj bëhet e çuditshme dhe në fund bëhet e pamundur për t'u injoruar. Zoti shpesh nuk flet një herë, ai e përsërit mesazhin derisa ta kuptosh, sepse kur diçka është e rëndësishme për drejtimin tënd, ajo do të vazhdojë të trokasi. Jo për të friksuar, por për të zgjuar. Nëse një situatë po përsëritet, ndoshta nuk është pengesë, por mësim që ende nuk është përfunduar. Në pjesën tjetër, do të flasim për një shenjë që lidhet me njerëzit që hynë papritur në jetën tënde. Papritur
dikush hyn në jetën tënde. Një bisedë e papritur. Një mesazh në kohën e duhur. Një person që thot pikërisht atë që kishe nevojë të dëgjoje. Dhe ti mendon, sa rastësi. Por jo gjithçka është rastësi. Kur Zoti ka një mesazh për ty, ai ndonjëherë përdor njerëz. Disa vinë për të udhëzuar, disa për të testuar, disa për të kujtuar kush je. Jo çdo takim është i zakonshëm. Disa janë pjesë e një plani më të madh. Nëse dikush është shfaqur në jetën tënde kohët e fundit dhe ka lëvizur diçka brenda teje, ndoshta nuk ishte thjesht një takim. Në pjesën tjetër, do të flasim për një shenjë më të heshtur, por shumë të thellë. Ka momente kur gjithçka bëhet e qetë. Asnjë shenjë e qartë, asnjë përgjigje drejt për drejt, vetëm heshtje. Dhe heshtja mund të jetë e frikshme, sepse mendon se je vetëm, se lutjet nuk po dëgjohen, se asgjë nuk po ndodh. Por shpesh, pikërisht në heshtje, po ndodh përgatitja më e madhe. Një far nuk rritet në zhurmë, ajo rritet në errësirë dhe qetësi. Kur Zoti të çon në një fazë heshtjeje, nuk është mungesë, është formim. Ai po punon në atë që nuk e sheh ende. Nëse je në një periudhë ku duket sikur qielli është i heshtur, mos u dorëzo. Ndoshta je më afër përgjigjes se sa mendon. Në pjesën tjetër, do të flasim për një shenjë që lidhet me betejat e papritura. Ndonjëherë, pikërisht para një ngritjeje, vjen një betejë. Gjërat komplikohen. Presioni rritet. Dyshimet bëhen më të zëshme. Dhe ti pyet veten, pse tani? Sepse rezistenca shpesh vjen kur je pranë një ndryshimi të madh. Çdo nivel i ri kërkon forcë të re. Çdo hap përpara kërkon provë. Zoti nuk të teston për të thyer. Ai të përgatit për atë që vjen. Nëse po përballesh me sfida që duken më të mëdha se zakonisht, ndoshta nuk është sulm. Ndoshta është stërvitje. Dhe kjo do të ketë kuptim shumë shpejt. Në pjesën tjetër, do të flasim për shenjën që tregon se je shumë pranë mesazhit që po vjen. Ka një moment në çdo udhtim, kur gjithçka duket më e vështirë, kur lodhja rritet, kur dyshimi troket më fort, kur tundimi për të dorëzuar bëhet real. Dhe pikërisht aty, shumica ndalen. Por ja sekreti. Rezistenca rritet kur je pranë thyerjes së kufirit të vjetër. Kur je afër një mesazhi të madh, një drejtimi të ri, një kapitulli tjetër, gjërat intensifikohen, sepse tranzicioni nuk është i butë, ai është transformues. Nëse ndjen se presioni është shtuar kohët e fundit, mos e shiko si shenjë dështimi. Shikoje si shenjë afrimi. Je më afër se sa mendon. Dhe në pjesën e fundit do të zbulojmë çfarë duhet të bësh tani, sepse momenti i reagimit është vendimtar. Nëse e ke parë këtë video deri këtu, ndoshta nuk ishte rastësi. Ndoshta ke kaluar një periudhë ku je ndjeri pa dëgjuar, i lodhur, i paqartë për drejtimin. Dhe megjithatë, diçka brenda teje nuk është dorëzuar. Ja mesazhi. Mos u frikso nga ndryshimi që po vjen. Mos u kap pas asaj që po mbyllet. Mos e nënvlerëso forcën që është rritur brenda teje. Ti nuk je në fund. Je në tranzicion. Gjërat që u mbyllën të mbrojtën. Sfidat të forcuan. Heshtja të formoi. Dhe tani, je gati. Zoti nuk të solli deri këtu për të lënë në mes të rrugës. Nëse kjo flet me ty, mos e injoro këtë moment. Sepse ndoshta, ky ishte mesazhi që prisje.